Përshëndetje, sot me 3 maj në Kosovë përkujtua dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit, pra lirisë së medias. Ndërsa në Kosovë një ditë më parë ishte tema në gjitha mediat, ishte raporti i reporterëve pa kufi ku Kosova si vjet ishte renditur me më keq, pra për 24 vende dhe krahasohej domethënë në vendin 99 dhe krahasohej me vendet afrikane. Për këtë reagon qeveria duke hedhur fajin tek qëndrimi i mediave kundër qeverisë Albin Kurti dhe AGK trumbetoi me të madhe se këtë gjendje e ka shkaktuar qeveria Albin Kurti. Por nëse analizojmë situatën kur LDK, PDK, AK, pra Hashim Thaçi, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj ishin në qeveri bashkë me listën serbe, mediat nuk ishin më mirë, të themi. Ata duke qenë autoritar i kontrollonin mediat, i friksonin gazetarët dhe i mbanin në kontroll dhe ekseset, madje as ekseset, pra nuk zinin vend dhe nuk raportoheshin. Pastaj të mos flasim, pra këtu mund t'i tregojmë disa foto. Të mos flasim pra për situatën pas luftës kur ishin vrarë dhe gazetarë, gjithsej janë dikun 20 gazetarë sipas mediave. Mos e keqi është se u vranë edhe pas shtërimit dhe tani mund të themi se nuk qëndron akuzë se Albin Kurti po ushtron të shni, po i dhënon mediat, gazetarët, po vepron si autoritar, kjo të themi nuk qëndron. Edhe pse nuk qëndron? E para, qeveria nuk ka një pronësi pra në media, as nuk i kontrollon ato, as nuk ka media të tyre që e mbështesin ato, por e kritikojnë madje e fyen dhe e shpifin kundër tij në forma të propagandës, shantazhit dhe agitacionit pra për dallim, mbase siç themi nëse Serbia qenë ka radhitur më mirë, po i bie se në Serbi Vučići po sillet më mirë me media dhe kjo nuk është e saktë. Sepse dihet Vučići i kontrollon shumicën e mediave, sikur për ta zënë me Edi Rama në Shqipëri, edhe Kosova në vendin e 99, po duket siç e përshkruajnë në terr i zi, po krahasohet ndoshta edhe me Rusinë dhe askush nuk po përmend në këtë rast edhe Gjermania ka rënë dikun për 11 vende më keq. Dhe kur jemi te Rusia, disa gazetarë dhe organizata siç është kjo AGK nuk priton ta bëj kiamet për situatën dhe sikur të mos kishte luftë Rusi mes Ukrainës dhe Rusisë, gazetarët tanë kishin krahasuar gjendjen në Kosovë dhe madje ashtu si më keq. Në Rusi pra si dikur në Kosovë kur ishte në pushtet siç thamë elita politike e establishmenti i vjetër, raheshin, s'po them që me urdhën e qeverisë, po raheshin gazetarët, kishte dhunë dhe fotot që do t'i pasqyrojmë e vërtetojnë gjë të tillë. Madje edhe kur u vra Astrid Dehari, atëherë në atë kohë TK shpejtoi që të sillte lajmet para se të jepte fjalën e saj medicina dhe drejtësia, ata e bënin lajmin se ishte vetë vrarë dhe gjithë sistemi ishte në një linjë që të bënte siç dëshironte, pra hierarkia ose qeveria nga lart, pra institucionet. Dhe si mund të them që Albin Kurti është një autoritar, kur nuk ka media, kur nuk sulmon as nuk dorin në bërjen e lajmeve siç i bënin atëherë në RTK. 3 subjektet që përmenda dhe reporterët pa kufi nuk kanë bërë, ta themi, hulumtim korrekt dhe balancues me sa shihet në hulumtimet empirike kanë në këto hulumtime kanë intervistuar vetëm kritikues e kundërshtar të qeverisë për ta nxjerrur sa më keq. Dhe vetëm me dobësi nga një kohë e qeverisë Kurti ishin, të themi, ishte prezenca e dobët në media, sepse media nuk i priste mirë, natyrisht institucionet nuk kishin edhe transparencë në aspektin se nuk kishin edhe dispozicion edhe zëdhënës të mediave që t'ju përgjigjen pra gazetarëve për informacionet që kërkonin. Pra, këtë e ka thënë edhe gazetari Berat Bozhala, por e krahason pra Kosovën me Angolën, me vendet afrikane,
Dhe si që thamë, gati se nuk e kritikoj, ta krahasoj si me Rusin, Rusia është në vendin 171, dhe pesazhi mediatik atje kontrollohet ose nga Kremlini ose nga oligarkët të afërt me Kremlinin. E ndërsa Albin Kurti, këto mediat të ish partive politike që kanë humbur shtetin, e pe krahasojnë me një njeri që shtyn media, që i ndrydhe, që i frikson gazetarët, nuk i jep intervista, nuk i bën mall asnjërs, dhe po përhapin rrena pa kufi për të dhe qeverin. Të gjithë pra pa përjashtim janë kundër ti dhe kjo nuk është drejt. Pra urrëtia kundër ti nuk është natyrshme sepse duket se është kolektive, masive, pasi që është natyrshme, është financuar pra dhe tok me gazetarët edhe asociacioni i tyre, si që e quajti Kemete Berisha, një organizat kjo socialiste primitive që i mbron vetëm gazetarët, që i ka shok ose kolegët e tyre që mendojnë si ta. Si t'jetë ballë ndryshe kjo gjendje, kur në Kosovë të themi nuk ka pasur media të shtrënguara, mediat në trysni me cenzurë, në studi se cili akuzon se cilin si kriminal, si hajnë, si tradhtar, si çka do që duan, pa fakte komplet të gjithë mediat, ose ta themi shumica, jo veç në Kosovë, por edhe në Shqipëri janë kundër Albin Kurtit. Të themi nuk është e natyrshme, nuk është normale që të gjithë mendojnë njësoj në uniform dhe do të thotë se kjo është urrëtie e organizuar që i bëhet. Është një rasti i rënd, pra në secilin studio televizive nuk flitet gjë tjetër, por përveç Albin Kurtit, kundër tij secili portal, pra nuk shkruan gjë tjetër përveç kritika, akuza kundër Albin Kurtit, dhe kur ose asnjëherë politika, asnjë qeveri nuk ka pasur mundësi deri tani do them tu ndal shqiptarë hojve e fjalëve, e akuzave, shpifjeve, dhe të them nuk ka gazetar të përndjekur tani në këtë kohë, pasi që po thuhet se ka rënë për të opozita, nuk ka gazetar në burg, nuk ka gazetar që ka lyp azil politik diku në një vend të huaj, nuk ka gazetar shqiptar, kosovar ose shqiptar që friksohet të ta thot fjalën e tij, që ti dridhet zemra, që të ketë frikë, por ja bën kritikat hapur, ja bën akuzat hapur në studio. Nuk ka gazetar që po i friksohet Albin Kurtit, dhe Albin Kurti dhe qeveria e tij pra nuk ka vepruar, nuk ka ushtruar dhunë, nuk ka ushtruar ndikim. Pra kjo është liria, është liri të themi me shfrenim, është një shfrenim barbar, se për shembull në studion si që e pam në Debat Plus, Klaukun e quhen Kuban dhe shteti dhe drejtësia nuk reagon. Reporterët pa kufi në këtë aspekt mund të them se kanë vënyer pa kufi, sepse në Kosovë gazetaria është më e lirë se çmendina, si të thuash, ku mund të thuash çfarë duash dhe nuk merr përgjegjësi, as nuk ta shëm as kusht të madhe para që thua. Thjesht është një çmendin ku edhe dihet se kush pe dhe kush paguan. Dhe gazetaria të themi këtu merret në këtë Kosovën tonë me propagandë, me thashettheme, me shamje, me ofendime të rënda, nuk ka debate, pa këto shfrenime, pa këto emocione të tepruara, dhe për këtë gazetarët të analistët paguhen dhe si të themi nuk bëhet cenzurë në këtë rast, dhe cenzura vjen gjithsesi nëse vjen prej pronarëve të tyre, të cilët janë mediat janë në duart e tregtarëve, varen nga tregtarët, intelektualët nuk kanë media, pra gazetarët u përgjigjen pronarëve të shkrimeve të tyre, edhe jo të politikës, pra me gazetaria sot është mall që shitet në treg nga tregtarët, askënd nuk e ndalon të shkruaj, të thotë çfarë t'ja doj zemra, kundër çdo kujt, pra pavarësisht pozicionit që ka në shoqëri, në socione e tjera. Se fjala e lirë edhe kur Albin Kurti flet, pra kur akuzon ose vetvendosja me dokumenta kundër Klan Kosovës, gjithsesi edhe kjo është ndoshta në kuadrin e fjalës së lirë, por domethënë kushti mbroj gazetar, nëse gazetarët vetë nuk e mbrojnë vetveten,
nëse mbaren nga ata që s'janë gazetarë, po janë biznesmen që shesin pra urrejtje, rrena, me pare, bile edhe shtrejt, këto janë edhe ato mendimet e Kimet e Berishës, pra gazetaria do të çojë Kosovën në një situatë palakmueshme, pra dhe siç është bërë radhitja nga reporterët pa kufi. Pra këtu nuk duhet të kemi gazetari, një fabrik të urrejtjes, një fabrik të propagandës, të dhunës verbale. Kjo nuk duhet jetë liria shqiptare, me asgjë, domethënë për asgjë të abuzojmë lirinë tonë, me lirinë e fituar me aq mund dhe gjak. Pra askush nuk na merr seriozisht nëse gazetarët nuk e marrin vetveten seriozisht. Pra reporterët pa kufi nuk lexojnë, nuk dëgjojnë lajme shqip, nuk i kuptojnë rrethana dhe specifikat e vendeve, por ato vazhdimisht marrin informata nga burime të ndryshme dhe kështu që përmes ulëmtime empirike i sillen edhe këto radhitje. Pra, të them tani në përfund, nëse Albin Kurti formon qeverinë, duhet pra një shtab, një kryeministri për të organizuar dhe për të siguruar lirinë e medias në çdo institucion, dhe kjo ka qenë edhe dobësia e mëpashme në 4-5 vitet e kaluara, sepse në shumë institucione nuk kishte zëdhënës për media dhe kjo e rëndonte situatën, pastaj vinte deri te një domethënë gazetarët nuk kishin informata dhe vërtet ata kanë drejt që të kenë informata, prandaj duhet një organizim i mirëfillt që me themelimin, me formimin e qeverisë, që çdo institucion të ketë zëdhënëse dhe zëdhënësit duhet vazhdimisht të jenë në dispozicion të mediave të japin sqarime, duke përfshirë këto presekonferencat që i bën kryeministri, por edhe zëdhënësit e tij. Pra kjo ishte në pika të shkurtra për gjithë këtë lami në 3 maj për ditën botërore të shtypit ose të mediave. Mirupafshim deri në paraqitje tjera.